kam një shtëpi, 149 metra katror, edhe më llogaritet me 80 milion, 80.000 euro, 80.000. Kjo është shtëpia jote, e vjetra. Sa metra katror? 149 149. metra katror. Se njerëzit dëgjojnë 80 milionçin, po duhet dëgjojnë sipërfaqen. Pra 149 metra shtëpi plus truall, Po, komplet. pra shtëpia është edhe më shumë pastaj, plus, domethënë shtëpia është X edhe ke edhe truallin. Po, bori pjesë, më që llogaritet. A shumë më ka llogarit gjithë. E kuptoj. Dëgjoj, unë me gjithë atë shkun ke bashkia, edhe kryeministri foli ato të veta. Po, Foli vetë, vendosi vetë për çdo gjë. me Ne kuptoj. s'ta dëgjojti fare, as do të ta ditë fare. Po, ja këtej nga kamerat, lutem, po. Kështu që vendose, kështu vendose. Në drejt më çarsye vjen shtëpi, vendose për shtëpinë time me prish. Aha. Për çfarë arsye vjen në shtëpinë time me prish? Unë zona pronës. Se kur vish shtëpinë time, me këtë kasën dera do bësh ato tuja. Me kuptoj. Në çdo vend të botës nuk duan këtë gjëra siç po bën këtu. Për mua. Në Rom, Mira Prona është shpronësuar për hapjen e forumeve imperiale. Në Athinë, u realizuan shpronësime masive për zonën përreth Akropolit dhe krijimin e parkut arkeologjik. Ne do të bëjmë pikërisht këtë me ndjeshmëri dhe me drejtësi ndaj banorëve, po me vendosmëri ndaj interesit kombëtar. E mira është që mos më thot muaj që këtu ka ndokshu në këtë Greqie, në Turqi, në Itali e gjona. Me çfarë vlerë është rritur dhe atje? Vlera asaj shtëpie atyre gjërave? Se kur më Ai thot do t'i rishikojmë çmimet. Po çfarë do rishikoj ai? Do rishikojmë thot kemi ngritur grup multidisiplinar. Po, pas ka ngritur. Nuk e di me çfarë njerëz po e Ty bën. të erdhën tek shtëpia të trokitën tani mbasi është ngritur grupi? Jo, më erdhi më dha një telefonat nga bashkia për punën e dokumentave Për t'i çuar në bashki, në ëh? bashki. Po bashkia ai ka, ai janë të bashkisë to. Aty desha me dal. Bashkia derisa i ka gjitha, derisa na ka vlerësuar shtëpiat e gjitha, për çfarë do të vike muaj? Për çfarë do ti A e kuptova. Pra është loj fjalësh. loj fjalësh kjo. Talli dhe talli tamam. Me qartë fare. Ai po na vjell. Ja ku janë dokumentat. Që thot ai. Këto janë Këto vjedhësh identitetin. Këto janë të dalë nga bashkia apo jo? Po, dalën nga bashkia. E di çfarë është e shumtuar në këtë, aty ka një objekt të tërë dhe është vetëm kjo njoll edhe këto s'ke. Këto objekte duhet ishin studiuar me projekte, me flet projekte të tëra E kuptoj. E qartë. Faleminderit, nën. Faleminderit.